Ju përshëndes nga edicioni i qendror, do të njihemi me të rejat më të fundit. Do të ndalemi pikërisht tek zhvillimet në kohë reale të aktualitetit, ku bashkia do të mbajë të mërkurën një tjetër dëgjes publike me bizneset dhe qytetarët për përcaktimin e orareve të depozitimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtoria e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit Anjeza Shiko ka dhënë më tepër detaje. Dëgjes publike me bizneset dhe qytetarët mbi oraret e depozitimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik. Në një intervistë për Blu Televizion, drejtoresha e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit Vlora Anjeza Shiko konfirmoi se synimi i kësaj dëgjese publike është përcaktimi i orareve të depozitimit të mbetjeve, të cilat nuk duhet të përkojnë me oraret e pikut gjatë sezonit turistik. Sipas Shikos janë menduar tashmë 2 fasha orare, një në mesditë dhe një tjetër në mbrëmje për të dhënë mundësinë bizneseve dhe vetë ndërmarrjes që të kryejnë procesin e depozitimit dhe largimit të mbetjeve, pa krijuar problematika për pushuesit e shumtë vendas dhe të huaj. Për afro 3 javë, Bashkia Vlorë nëpërmjet ndërmarrjes së pastrimit ka lançuar njoftimin publik për dëgjesën që do të zhvillohet nesër në Pallatin e Kulturës në lidhje me oraret për hedhjen e mbetjeve urbane kryesisht, por edhe një mirë menaxhim të mbetjeve jo urbane, që ne i quajmë mbetjet e vëllimshme, për të cilat do të caktohen ditë dhe orë të veçanta. Kjo dëgjesë do të jetë jo vetëm për bizneset, por edhe për qytetarët. Është fokusuar kryesisht tek oraret e bizneseve në sezonin turistik dhe jashtë sezonit turistik, për vetë faktin se Vlora është një bashki turistike dhe gjenerimi i mbetjeve në periudhën e sezonit është në një volum shumë të lartë dhe kemi menduar që gjatë paraditës të mos kemi një orar me qëllim evitimin e mbetjeve prezente në teritorin e Bashkisë Vlorës, por edhe vështirësia e qarkullimit të mjeteve, kjo për arsye edhe të fluksit të lartë të turistëve, qoftë vendas dhe të huaj, është menduar një orar në orarin e drekës, ku bashkia propozon në varësi edhe të punës që restorantet kanë oraret e drekës dhe të darkës, të hidhen mbetjet në një orar në drekë, që kjo orar të përkojë me orën 15 deri në 16:30, dhe orari darkës që kemi propozuar një orar në 12 të natës deri në 3 të mëngjesit, me qëllim që mjetet të kenë kohën e mjaftueshme për të qarkulluar në gjithë territorin në pikat e grumbullimit të mbetjeve. Dëgjesa publike pritet të mbahet më 13 maj në orën 11, ku do të përcaktohen dhe oraret përfundimtare të depozitimit të mbetjeve gjatë periudhës së sezonit turistik në qytetin e Vlorës. Pas 3 orësh pune, mbrëmjen e ditës së hënë rreth mesnatës u riparua defekti që penalizoi qytetin e Vlorës me mungesë të ujit të pishëm për disa orë. Pas zgjidhjes së problemit, drejtori i ujësillës kanalizimeve të Vlorës Klevis Kaso është shprehur se furnizimi me ujë do të vijojë normalisht për të gjithë qytetarët e Vlorës. Një defekt i rënd në tubacionin 500 ujësillësi solli probleme gjatë mbrëmjes së hënë në furnizimin me ujë të qytetit, për shkak të problematikave të krijuara, pati stakime dhe mbyllje të gjitha stacioneve të ujësillësit. Pavarësisht situatës së vështirë të shkaktuar nga dëmtimi në këtë rrjet kryesor të ujësillësit në Vlorë, problemi u normalizua vetëm gjatë orëve të vona pas mesnate. Një fakt i tillë u pranua edhe nga drejtori i ujësillësit të Vlorës Klevis Kaso, sipas të cilit situata ishte mjaft e vështirë, pikërisht për shkak të dëmtimit, ndërsa tashmë furnizimi me ujë është rikthyer në normalitet gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të marte. Mbas dite rreth orës 18 jemi njohur me një avari të rëndë në stacionin nëmër 4 që transmeton ujin nga pompat në depon e qytetit dhe me njerë filluam nga puna, po duke njojtur mirë ose duke pasur një inventar të mirë të nën tokës tani më, kemi ullur ndjeshëm kohën e reagimit për avarit. Dhe ky ishte një tregues që ky defekt u krye në kohë rekord dhe nga nesër qyteti fillon furnizim me ujë të pishëm në normalitet. Kështu Vlora u përball sërish me një situatë problematike si pasojë e një avarie të rëndë në tubacionin kryesor 500, duke sjellë probleme për disa orë në furnizimin me ujë. Fatmirësisht tashmë situata është rikthyer në normalitet. Procesi i dezinsektimit pritet të nisë shumë shpejt, ndërsa do të përfshijë qytetin e Vlorës, por dhe të gjithë vijën bregdetare deri në Qeparo. Gjatë një interviste për Blu Televizion, shefi i epidemiologjisë Agron Bashkullari konfirmoi rëndësinë e procesit që do të zhvillohet çdo vit gjatë sezonit veror. Procesi i dezinsektimit pritet të nisë shumë shpejt, ndërsa do të përfshijë qytetin e Vlorës, por edhe të gjithë vijën bregdetare deri në Qeparo. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë Agron Bashkullari konfirmon se ky proces është mjaft i rëndësishëm e zhvillohet çdo vit gjatë sezonit veror. Qëllimi kryesor mbetet ndërhyrja për të reduktuar popullatën e mushkonjave.
të cilat janë bartëse të sëmundjeve të ndryshme dhe shkaktojnë alergji përveç bezdisjes që krijojnë tek qytetarët dhe pushuesit. Si çdo vit, edhe këtë vit së shpejti do fillojë procedura e dezinsektimit ose e luftës kundër mushkonjave, e cila bëhet prej shumë vitesh, pra kemi marrë njoftimin që do fillojmë së shpejti, çështje ditësh, procesi shumë i rëndësishëm dhe ka patur impakt në zonën turistike, pra me reduktimin ose minimizimin e popullatës së mushkonjave, pasi në vetvete procesi nuk synon çfarosjen e mushkonjave, por bëhet sepse kuptohet që mushkonjat janë transmetuese të sëmundjeve infektive, por njëkohësisht kanë dhe efektin bezdisës, të shoqëruar pra jo me sëmundje infektive të rënda, por qoftë edhe me shfaqje lokale të natyrës alergjike. Rrjedhimisht në këtë proces është përfshirë pothuajse plotësisht e gjithë vija drejtare. Në rastin e Vlorës, pra ai proces për cilin ne punojmë, përfshin qytetin Vlorë dhe me radhim Orikum deri në Qeparo, pra që është në përgjegjësinë e Njësisë Vendore Shëndetësore Vlorë. Kuptohet që procedurat janë bashkohore, sekundë çdo vit, pra trajtimi bëhet kundër larvave të mushkonjave, pra gjeneratave të reja të mushkonjave dhe synon të preki gati 100% të gjitha sipërfaqet ose habitatet e mundshme për zhvillimin e larvave, siç janë kanalet, bodrumet, pusetat e hapura apo pellgje të ndryshme, pra zona me ujë të ndënjur që favorizojnë pra zhvillimin e larvave, dhe aq më tepër në temperaturat të larta, ku zhvillimi është i menjëhershëm brenda disa ditësh, i larvave të reja. Për këtë arsye bëhet çdo 2 javë, pra për të mos lejuar gjeneratat e reja. Bashkëllari thekson se ky proces kryhet çdo javë do të vijojë gjatë gjithë sezonit veror deri në muajin tetor, periudhë edhe kur temperaturat pësojnë ulje. Procedura e zgjatë për gjatë gjithë sezonit veror deri në ftojen e temperaturave, që do të thotë deri nga fundi muajit shtator, fillimi i muajit tetor, kur ka një reduktim të ndjeshëm normalisht të popullatës së mushkonjave, pra është për gjatë gjithë sezonit veror. Është procedurë që është kryer vit për vit me metodologji, një pjesë të ngjashme, një pjesë janë rinovuar. Këtë vit do bën pikërisht ato që janë bërë, si çdo vit duke prekur, siç u thash, 100% gjitha kanalet e Vlorës, bodrume, dhe mundohemi pra të gjejmë dhe pellgje që krijohen natyrisht nga ndryshimet e ndryshme strukturore që pëson. Qyteti bazohet në njoftime të ndryshme që mund të na vinë si nga pushteti vendor, pra nga shërbimi 3D i Bashkisë Vlorë apo i Bashkisë Simar. Marrim parasysh gjithashtu edhe nga qytetarë, nëse na vijnë njoftime pa diskutim, që do shikojmë mundësinë pra për të planifikuar sa më shumë volume pune. Dezinsektimi është një proces që do të zhvillohet edhe këtë vit, ashtu si në çdo sezon tjetër turistik, duke përfshirë qytetin e Vlorës, si dhe të gjithë vijën bregdetare nga Vlora deri në Qeparo. Një prej projekteve strategjike më të përfolur që mund të realizohet në Vlorë, investimi në ishullin e Sazanit, për këshilltarin bashkiak të opozitës Atirt Hoxha i mungon transparenca, pasi të tilla projekte me karakter zhvillues dhe turistik ka nevojë për konsultim të gjerë dhe qartësi për komunitetin. Një prej projekteve më të përfolura strategjike që mund të realizohet në Vlorë është edhe investimi në ishullin e Sazanit, për të cilin qeveria shqiptare ka vendosur të shtyjë afatet për realizimin e tij. Këshilltari bashkiak nga radhët e opozitës Atirt Hoxha thotë se opozita nuk është as pak kundër të tilla investimeve serioze dhe strategjike, por sipas tij ky projekt është në mungesë totale të transparencës. Hoxha thotë se të tilla projekte kanë nevojë për konsultim publik për të parë se si zhvillohet gara. Sipas Atirt Hoxhës, projekte të tilla zhvillojnë qytetin dhe japin impakt në sektorin e turizmit, por qytetarët janë në terr informacioni nga institucionet shtetërore dhe ato lokale, edhe mbi të mirat materiale që mund të përfitojnë nga projekte të tilla. Ne kemi thënë edhe herë të tjera, nuk kemi kundër investimeve, aq më tepër investimeve tuaja dhe serioze, por natyrisht nuk mundemi që të anashkalojmë, po themi mos konsultimin ose mos transparencën e këtyre projekteve. Padyshim që projekte të tilla për të cilat ne jemi ndjeni vetëm nëpërmjet mediave dhe jo nëpërmjet institucioneve shtetërore, ka nevojë absolutisht për konsultim, ka nevojë për transparencë, për të parë se si zhvillohen këto gara. Sazani është një pikë strategjike, është ishulli më i madh i Shqipërisë dhe natyrisht në qytetin e Vlorës është një pikë turistike e cila vizitohet nga turistët të cilët zgjedhin për të kaluar pushimet verore të tyre në qytetin e Vlorës. Për fat keq, edhe gjatë mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, kur kemi pasur projekt vendimi për miratimin e zonave të plazheve, kjo hapësirë, pra hapësira e plazheve në ishullin e Sazanit,
është përcaktuar si një investim strategjik. Ndërkohë, vetë Këshilli Bashkiak, vetë qytetarët e Vlorës, por edhe, po themi, qytetarët nuk kanë asnjë informacion se si po zhvillohet realisht, po themi, konkursi lidhur me zhvillimin e Sazanit. E ritheksoj që jemi absolutisht pro investimeve tuaja, janë investime të cilat i japin një vlerë të shtuar qytetit Vlorës, investimeve të biznesit vlonjat, dhe pa dyshim që edhe në arenën ndërkombëtare, jo vetëm Vlorën, por gjithë Shqipërinë dhe turizmin, i cili për të thënë vërtetën për qytetarët e Vlorës dhe për biznesin është një zë shumë i rëndësishëm ekonomik, natyrisht që është një hap pozitiv, por pa diskutim ne do të vazhdojmë të ngrëmë zërin tonë sa i përket transparencës, konkurrencës, dhe natyrisht të mirave materiale që mund të krijohen për qytetarët dhe buxhetin e Bashkisë Vlorë sa i përket më pas investimet të cilat do duhet që të kthehen për qytetarët në të mira për ta. Shtyrja e afateve për realizimin e këtij investimi sipas Atir Doxhës ngre pikpyetje të mëdha edhe mbi faktin se Jared Kushner dhe Ivanka Trump mund të jenë tërhequr nga investimi në Sazan për të investuar diku tjetër, ndoshta në zonën e hidrovorit në Akoni. Gjithçka sipas Doxhës pritet të shihet pasi projekti është në mungesë totale të transparencës dhe opozita do të këmbgul gjithmonë në këtë drejtim. Duke mos pasur një transparencë nga qeveria shqiptare, nga pushteti vendor, të gjitha opsionet dhe të gjitha pyetjet që ju parashtroni apo qytetarët, po themi, kanë si iniciativë për të pasur informacion lidhur me këtë investim, unë mendoj që kjo ka shkaktuar, po themi, një paqartësi dhe shihen vetëm disa kronika në media, për cilat unë ju si media, por gjitha mediat, edhe mediat lokale i falenderoj për transparencën dhe po themi qartësinë që përpiqen t'i transmetojnë qytetarëve të Vlorës. Unë mendoj që vajza e presidentit Trump ka agjendën e saj, natyrisht është një, thash dhe njerë, është një reklam shumë e mirë për qytetin e Vlorës dhe për Shqipërinë në tërësi, por insistoj dhe do të insistojmë gjatë gjithë kohës që të ketë një transparencë, natyrisht dhe një garë të ndershme për njerëzit dhe bizneset apo korporatat të cilat shprehin interes lidhur me këto territore që ju përmendëm. Sa i përket pjesës së Zvërnecit, në informacionin tim është një kompani shqiptare e cila ka shprehur interes, bile madje në informacionin tim janë drejt, po themi, finalizimit edhe të projektit, është një prom private, dhe këtu nuk ka asnjë vend për diskutim apo për aludim, sa i përket Sazanit, do të vazhdojmë të insistojmë për të pasur një transparencë dhe për të pasur, po themi, kërkesën e llogarisë për të pasur maksimumin e mundshëm nga kjo pikë turistike. Është tepër e rëndësishme sipas Hoxhës që projekte zhvillimore dhe ato strategjike të zhvillohen në procedura komfort ligjit e në transparencë për publikun. Kjo pasi ka edhe kompani sipasi investitorë shqiptar që duan të investojnë në të tilla zona. Unë mendoj shumë dhe mendoj dhe dua të theksoj që duhet me do e mos që të gjitha pasuritë publike të kenë pa diskutim zbatimin ligjor, për sa i përket nënshtrimit të tyre për partneritete, qoftë me korporatat tuaja, qoftë me korporatat shqiptare, apo ata që shprehin interes lidhur me zhvillimin e këtyre zonave. Shpresoj shumë që të gjitha projektet të jenë transparente dhe të jenë në bazën e një konkurrence të ndershme, pasi nuk janë vetëm kompanitë e huaja të cilat mund të kenë interes për të zhvilluar këto territore, mund të jenë dhe kompani shqiptare, por gjithmonë duke u bazuar te zbatimi i ligjit dhe me korrektësi dhe me përpikmëri për të pasur më pas transparencë dhe për të pasur më pas bashkëpunim dhe normalisht vjedhjen e të ardhurave për qytetarët e Vlorës. Ndërkohë që shtyrja e afatit për realizimin e investimit strategjik në Sazan ngre shumë pikpyetje mbi ecurinë e këtij projekti, nëse ky investim do të realizohet ose jo, por edhe nëse do të zhvillohet diku tjetër. Do ndalemi tek zhvillimet ekonomike, ku kërkesa e lartë, oferta e limituar dhe natyrisht projekte strategjike kanë bërë Vlorën një ndër qytetet më të preferuara për të blerë një apartament. Sipas agentëve imobilar me çmimet që shkojnë deri në 3500 euro metri katror, ky qytet po bëhet i papërballueshëm për çiftet e reja për të patur banesë për familjet e tyre. Në Vlorë është e pamundur të blesh një apartament. Eksperti imobiliar Spartak Toza i thotë se në Bregdet një gazonier 35 metër katror shkon deri në 80.000 euro, ndërsa shtëpit 1+1 mbi 100.000 euro. Me këto çmime sipas Tozait në Lungomare, një qytetare ka të pamundur të blejë shtëpi, ndërsa në qytet do t'i duhet plot 30 vite kursime.
Shtëpi në Vlorë mund të blesh sot sipas Tozajt vetëm nëse merr kredi nga bankat, në rast të kundërt jo. Në Lungomare një gazoniere vete 78.000 euro për 35 metër katror, 40 metër katror. Një plus njëshi mbi 100.000 euro. 2 plus njëshi duke qenë se Lungomaria nuk është zonë, është më shumë zonë për investime dhe kërkohet shumë nga të vojtë, kështu që 2 plus njëshi është goxha më i lartë, e marrin ata që kanë mundësi. Në bazë të metrave dhe si përfaqës. Në Lungomare, unë do thoya është pa mundur. Ndërsa në qytet, këtu mund t'i duheshin nëse marrin një rrogë mesatare 750.000 lekë dhe janë çift që punojnë, duke qenë se banka t'jep ta merr 1/3 e rrogës ta jep që mund ta bësh si që ra, do i duhen rreth 30 vite. Edhe unë i këshilloja të rinj që të merrin kredi nëse kanë mundësi, patjetër ta marrin një kredi sepse çmimi do vazhdojë të rritet. Është e vetmja mundësi se jo të gjithë e kanë mundësinë për ta blerë me cash. Edhe në vendet e zhvilluara përdoren bankat për të ecur para sepse gjithë kanë mundësinë me cash. Një emigrant që ka punuar dhe ka mundësi ekonomike, duke qenë se kanë dhe rroga më të larta andej, këtu do thoya është e pamundur duke marrë rrogat që kemi patur ne, përveç atyre që kanë biznes. Tregu imobiliar në vijimësi pritet të marrë një tjetër shtysë të lartë, ndikuar sipas Tozajt nga një sër investimesh që do të përfundojnë në Vlorë, e përpasoj eksperti imobiliar parashikon një tjetër rritje të çmimeve të pronave apo qerave të tyre. Unë jam bezim plot që kërkesa do vazhdojë të rritet, duke qenë se aeroporti servër akoma funksional, presim portin e ri, presim Vlora Marin, presim Marinë e Orikumit, investimet janë të shumta që po bëhen në qytetin e Vlorës, ujësjellësi i ri. Unë pres akoma rritje. Një stabilizim të çmimeve këtë vit dhe vitin tjetër, por që duke qenë se është dhe rivlerësimi tani që është duke u kryer, por gjithmonë kërkesa do vazhdojë të rritet. Qyteti bregdetar i Vlorës ka ndryshuar nga vitet e mëparshme, kur mund të gjeje vetëm disa italianë që blinin shtëpi. Sot në Vlorë po blejnë apartamente shtetas të kompsive të ndryshme, ku shumë prej tyre kanë investuar edhe në njësi biznesi. Ma 20 maj do të hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë, të cilat do të kryhen online. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh dhe synon financimin edhe të fermave të vogla, ndërsa financimi shoqërohet me risi. Më 20 maj do të hapen aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë. Aplikimet do të kryhen online, por fermerët do të mund të marrin asistencë pranë zyrave të agropikave në të gjithë vendin, dhe ta kryen aplikimin për të marrë financim edhe fizikisht. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekësh dhe synon financim edhe të fermave të vogla. Me skemën e re është përgjysmuar numri i bagëtive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12.000 lekë për çdo krerlop do të marrin ata blegtor që kanë tufa jo më të vogla se 5 bagëti. Ndërsa tek të imtat financimi është në vlerën 1.500 lekë për krer për tufa jo më të vogla se 50 krer. Për herë të parë financim do të ketë edhe për dosat në 7.000 lekë për krer, kush ka tufë jo më pak se 5 krer. Kurse për bletarin financimi dyfishohet në 20.000 lekë për zgjua. Fokus të shtuar në skemën e re kombëtare do të ketë edhe mbrojtja biologjike në bujqësi, pra që në vend të pesticideve të përdoren insekte për të luftuar dëmtuesit e bimëve. Risi është edhe financimi të rinjve që do të investojnë në ferma bujqësore dhe blegtorale, pasi do të mund të marrin deri në 70% të vlerës së investimit, por jo më shumë se 1 milion lekë. Skema e re hoqi naftën pa taksa, fermerët nuk do të përfitojnë më naftë me çmim të reduktuar, pasi Ministria e Bujqësisë vlerësoi se kjo skemë nuk ka funksionuar plotësisht dhe ka pasur abuzime. Ndërkohë, fermerët duhet të marrin faturë nga grumbulluesit apo agroturizmat ku shesin produktet, në mënyrë që të përfitojnë nga kompensimi me 10% që do të nisë më një korrik. Drejtësia është një shërbim për qytetarin dhe përbesimin publik, sipas kreut të gjykatës së Fierit Noel Veizi. Duke u shprehur për mediat, Veizi u ndal edhe në përballjen me problemet e shumta që sistemi ka, ndërsa gjykata e Fierit ballafaqohet me një stok dosjesh, çka ka sjellë dhe uljen e besimit të publikut nga drejtësia e vënuar. Drejtësia është para së gjithash një shërbim për qytetarin dhe për besimin publik. Kështu është shprehur në prononcimi për mediat kreu i gjykatës Fier Noel Veizi gjatë një dite të hapur për ditën e drejtësisë. Sipas tij, kjo ditë feste dhe reflektimi njëherëzi ndihmon të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë, veçanërisht magjistratët e rinj për një pushtet gjyqësor të pavarur dhe të drejtë. Është një moment reflektimi për shkak të gjithë problematikave që ka sistemi, edhe për problematikat që kemi ne si magjistrat. Problematika të infrastrukturës, mungesë sallash, mungesë zyrash për gjyqtarët, stok shumë i madh dosjesh, punë e palodhshme e magjistratëve, pjesës më të madhe të tyre, me gjithë problematikat që ne kemi qofte edhe brenda nesh, sa i përket mesazhet që duhet t'i japim
në publik për një drejtësi cilësore dhe të shpejtë, unë mendoj që me gjithë problematikat, drejtësia po ecën në rrugën e dur, qoftë në gjykatën e Fierit, qoftë edhe në gjykata të tjera. Ashtu si në rangun e magjistratëve gjyqtar, ashtu dhe në rangun e magjistratëve prokuror. Prandaj mendoj që le ta quajmë edhe një ditë feste, ta quajmë edhe një ditë reflektimi. Ne të nxjerrim problematikat që ne kemi në mënyrë që t'i përmirësojmë, ndërkohë edhe të ndihemi krenar që sistemi gjyqësor tashmë ka hyrë në rrugën e dur. Deri dje nuk pretendoj dhe nuk konceptoj dot që drejtësia të ecte në këto nivele që ka ecur sot, duke krijuar në bindjen time imazhin e asaj që askush nuk është i paprekshëm. Kështu që mendoj dhe shpresoj që një ditë publiku ta kuptoj punën që ne po bëjmë çdo ditë dhe të krijojmë atë besim për cilin luftojmë për ditë me vendimarrjet tona. Një pikë kyçe në punën e gjykatave mbetet përballja me vetë problemet e shumta që sistemi ka. Vejzi ka theksuar se sot gjykata e Fierit përballet me një stok shumë të madh dosjesh, çka ka sjellë drejtësi të vonuar që përkthehet në uljen e besimit tek publiku. Drejtësia është vendi ku qytetarët kërkojnë mbrojtje, barazi dhe zgjidhje të drejtë. Për këtë arsye përgjegjësitë që mbajmë është e madhe dhe kërkojnë përkushtim të vazhdueshëm. Sot shumë gjykata vazhdojnë të punojnë me mungesë gjyqtarësh, me mungesë në organik, me ngarkesë shumë të lartë të çështjeve. Çka ka sjellë vonesa dhe ka krijuar një stok të madh dosjesh që rëndon çdo ditë mbi punën e gjyqtarëve dhe të administratës. Në shumë raste mungon edhe siguria e nevojshme në ambientet e gjykatave, gjë që krijon shqetësim jo vetëm për gjyqtarët dhe administratën, por edhe qytetarët që hyn çdo ditë në këto institucione. Gjyqtarët dhe administrata gjyqësore ka punuar me përgjegjësi dhe sakrificë për të përballuar një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe për të garantuar vazhdimsinë e drejtësisë. Por është e qartë se për të rritur besimin e publikut tek drejtësia nuk mjafton vetëm fjala. Duhet të ketë veprime konkrete. Duhet më shumë mbështetje për gjykatat, më shumë siguri për ambientet gjyqësore, kushte më të mira pune dhe plotësim të nevojave reale të sistemit. Përfaqësues të institucioneve në sistemin e drejtësisë dhe akademik të njohur bashkëbiseduan me të rinjt pjesëmarrës në takim mbi historikun, vështirësitë dhe përpjekjet e profesionistëve për të përmirësuar funksionalitetin dhe standardin e administrimit gjyqësor. Bashkëpunimi i institucioneve polici, prokurori, gjykat për të mbërritur në vendime të shpejta u pasi domosdoshmëri për rritjen e cilësisë së drejtësisë në një kohë kur pushteti gjyqësor kërkon një përmirësim të dukshëm për t'u afruar standardeve europiane. Një aksident rrugor me pasojë vdekjen është regjistruar paraditën e kësaj të marte pranë zonës së Shamongjinit në aksin e vjetër rrugor të Vlorës. Si pasojë e përplasjes, një 34 vjeçar ka ndëruar jetë pavarësisht ndihmës mjekësore, ndërsa automjeti është i shkatruar plotësisht. Një aksident i rëndë është regjistruar mesditën e së martës në aksin e vjetër nacional Vlorë-Fier pranë zonës së Shamongjinit. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën 34 vjeçari Albano Hoxha. Automjeti tip Ford me targa AA 668 LB i drejtuar nga 34 vjeçari Albano Hoxha ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe është përplasur me barierat mbrojtëse. Përplasja ka qenë shumë e fortë, ndërsa 34 vjeçari është dërguar fillimisht me urgjencë drejt spitalit në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Një aksident i rënd automobilistik është regjistruar mesditën e kësaj të marte në aksin e vjetër nacional Vlorë-Fier pranë zonës së Shamongjinit. Një automjet tip Ford Focus që drejtoi nga një 34 vjeçar ka dalë nga rruga duke përplasur me barierat mbrojtëse dhe më pas ka përfunduar në mes të rrugës. Drejtuesi i automjetit është dërguar me urgjencë drejt spitalit rajonal të qytetit të Vlorës në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Nga përplasja, automjeti ka hapësur dëme të shumta materiale, ndërkohë policia ka mbritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit të rënd. Mësohet se 34 vjeçari ka humbur jetën në spital, kjo edhe për shkak të plagëve të rënda. Vjen me një tjetër ngjarje të rëndë, shënuar pas ditën e së hënës në zonën e plazhit të Vjetër, ku një 32 vjeçare është gjetur e mbytur. Sipas të dhënave nga policia e reja, vuante nga depresioni, ka qenë pashorti i saj i cili ka konstatuar trupin dhe ka bërë të mundur nxjerrjen nga uji. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në zonën e plazhit të Vjetër në Vlorë, ku një 32 vjeçar është gjetur e pajetë në det. Sipas informacioneve paraprake, e reja ishte larguar nga banesa dhe familjarët të shqetësuar për mungesën e saj, kishin nisur kërkimet në bashkëpunim me policinë e Vlorës. Burimet pranë hetimit bëjnë me dije se në breg të detit janë gjetur shapkat e saj, ndërsa dyshohet se 32 vjeçaria është futur e vetme në ujë. Ka qenë bashkëshorti i saj ai që ka gjetur trupin e pajetë.
Një 32 vjeçare është gjetur e vetë mbytur në zonën e plazhit të Vjetër, në mbrëmjen e kësaj të hëne. Kanë qenë efektivët e policisë, të cilët kanë mbritur në vendngjarje menjëherë pas telefonatës së dhënë nga zona. Gjithashtu mendohet se 32 vjeçaria të jetë vetë mbytur për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Sipas të njëjtave burime, e reja kishte kaluar kohët e fundit një gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike. Mësohet se ajo kishte humbur disa persona të afërt gjatë muajve të fundit, çka dyshohet se kishte ndikuar ndjeshëm në gjendjen e saj shëndetësore. Për disa muajsh ajo ishte në trajtim me mjekime për probleme të shëndetit mendor. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se kemi të bëjmë me një rast vetvrasje, ndërsa grupi hetimor po vjen punën për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Prej disa muajsh merrte mjekime për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Vrasja e 66 vjeçarit Recep Ismaili mbrëmjen e 7 majt në 6 të Sarandës, gjykata ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për 31 vjeçarin Konstantin Vogli, i cili ndodhet i shtruar në spitalin Petronako të Sarandës në masa sigurie pas plagosjes me armë zjarri në këmbë. Gjykata ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për 31 vjeçarin Konstantin Vogli, i cili ndodhet i shtruar në spitalin Petronako në Sarandë në masa sigurie pas plagosjes me armë zjarri në këmbë. Seanca për të u zhvillua në ambientet e spitalit ku prokuroria e çështjes Armida Kaçi kërkoi masën arrest me burg për akuzat mos kallëzimi krimit, shkatrimi pronës, kryer në bashkëpunim dhe kanosje kryer në bashkëpunim. Gjyqtari Iso Metaj pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën arrest në burg ndaj Voglit. Megjithatë, gjykata mbajti një qëndrim të ndryshëm nga prokuroria sa i përket cilësimit juridik të ngjarjes. Sipas gjykatës, mbi bazën e akteve të paraqitura deri në këtë fazë, fakti juridik duhet të cilësohej si vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim mbetur në tentativë, moskallëzimi i krimit dhe shkatrimi i pronës kryer në bashkëpunim. Ndërkohë gjykata ka lënë në fuqi masën arrest në shtëpi për 50 vjeçarin Viktor Ruçi. Ai ishte ndaluar nga policia pasi më herët ndaj tij ishte caktuar kjo masë sigurimi për veprën penale moskallëzimi i krimit. Gjatë seancës për verifikimin e kushteve dhe kritereve të zbatimit të masës, gjyqtari Iso Metaj vendosi që Ruçi të vijojë të qëndrojë në banesën e tij në fshatin 6 të Sarandës pa të drejtë largimi. Ngjarja e rëndë nisi nga një konflikt që dyshohet se përshkallëzoi fillimisht në përplasje me sende të forta dhe më pas në përdorimin e armës së zjarrit, duke çuar në vrasjen e 66 vjeçarit Recep Ismaili, mbrëmjen e 7 majit në 6 të Sarandës. Ju përshëndes. Mirupafshim.